Baca Haxhi. Në vend Hashimit kemi ardhur dhe të përcjellim ne të gjithë. Nga Shqipëria jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë 2 burra. Haxhi Thaçi, ky burr i shtrirë përpara nesh dhe për cilin morëm të gjithë rrugën për këtu në Skënderaj, është shembulli se si njeri i thjesht mund të bëhet një abdetar i madh. Kjo është e mundur kur urtësia, njerëzillëku, ndershmëria, lidhjet e forta me njerëzit dhe përkushtimi i përditshëm i një burri që duket i zakonshëm, shumëfishohen, ndriçojnë dhe frymëzojnë përkushtimin dhe sakrificat për atë dheun, për kombin, për njerëzit. Por Haxhi Thaçi ishte më shumë se kaq. Përkujdesja prindrore, edukata patriotike, devocioni i këtij plaku që udhëhoq gjithë jetën nga fryma e së drejtës dhe frymëzimi prej lirisë, i dhanë Kosovës një komandant e një luftëtar, një udhëheqës vizionar, kryeministin e parë dhe presidentin e pavarur të Kosovës. Baca Haxhi. Në vend Hashimit kemi ardhur dhe të përcjellim ne të gjithë, nga Shqipëria dhe nga gjithë Shqiptaria. Të qoftë i lehtë dheu i Burojës, dheu i Skënderajt, dheu i Kosovës. Të kam sjell edhe një dorë nga dheu i Shqipërisë. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë 2 burra. E di dhe më mirë se çfarë do të thotë të jesh bashortja e një politikane. Aq më tepër e një udhëheqësi. Aty ku frynë dhe nuk pushojnë erërat e forta. E përjetoj çdo ditë. Por çka nuk di do të fare në këtë ditë kaq të trishtuar, është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushkë në dorë, duke luftuar në përmale, apo rob të atë dhe dashurisë së veti ku lart në një vend, pa qiell e për askush nuk e di se sa kohë. Po desha të jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashortes së komandantit, si që të rasim gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje të dimshme duhet të vijojë të jetë larg në luftë. Të qoftë i lehtë dheu, Baca Haxhi.